për Prishtinën, pra kjo është finalja e tretë rresht në 2022-2023 sezona, fitoria në finale kundër skuadrës së Gjilanit. Prishtina niset nga mesi, Filip Boje. Aksel Gnapi, Krasniqi, shtylla e dytë, Kollovia aty, Gnapi më pas goditja dhe shpëton tani Llapi, mbetet të 0-0. Njerë goditja me të brendshme, nuk ishte volej plot kë, për një goditje më të fort, por ka mundur të me fasoj. Ska fal këtu, Aksel Gnapi të to përsëri, intervenimi nga Marian Qoriq. Vazhdon aksioni në start të kësaj finale. Hapësira për Veliut, rast ideal mund tjetë kjo Hasani. Hasani dhe blokohet, ka mundur shumë më mirë. Jafrohet për tim aty Limani. Qëtje Limani. Goditja dhe Qori që intervenon. Kryesiu tentoj këtu aksion shumë i mirë. Edhe njerë të shumë aksionin. Limani pasim shumë i mirë për Leo Kryesiun dhe intervenimi i Marian Qoriq. 10 gola të Kryesiu të kampionat është top realizuesi i Prishtinës këtë sezon. Dhe ja, reagimi i Arsim Faqit. Prishtinës, aksion tjetër i skuadrës së Prishtinës, Krasniqi, Gnapi. Edhe njerë, super asistim nga Albin Krasniqi dhe Falmir Velio. Arkimi Veliut për voleja atje Ramadani. Dhe ndërhyn për karguar rrezikun këtu Rom Raçi, rasti parë serios për skuadrën e Llapit. Kryesiu, paksa me fat këtu, goditja më pas nga Pytyqi. Tepër goditje fuqishme nga Pytyqi. Met majtën madje. Po direkt është dhe kola i trevedon rasti. O çfarë mundësie penalti kërkoj tu lojtarët e Llapit. Niset për para Filip Boje. Atër do të reagohet. Kola i pasigurt. Nuk do të ketë penalti. Është mbyllur pra gjithçka sa i përket farë Thomas dhe këtu gjyqtari Shredder e mbyll pjesën e parë. Përsëri karton. Dhe i kush për Albin Ramadani. Shka për Ramadani. Po kjo është e pabesueshme. Brenda 2 minutave ndoshkohet 2 herë, karton i dytë Pytyqi. Ja del të arkoj. Nuk është arguar topi mirë. Mund t'jetë situatë rrezikshme kjo. Goditja dhe 1-0. Albin Krasniqi ka realizuar pas një ore loj. Shojmë edhe njerë momenti kryesor. Limani kreon mjaft punë këtu. Dhe më pas goditja nga Albin Krasniqi, e ka prek dikush nga lojtarët e Llapit pak. Ishte mjaftueshme për fituar goditja më forcë, po Fokri e prek topin pak. Dhe kjo e ndihmon në goditjen e Albin Krasniqit. Prishtina Llapi, një orë loj. Pytyqi. Kjo ka mundur të jetë katastrofë për Llapin, intervenimi nga Qoriq mbron goditjen e bashkëtarit të tij, Diar Vokrit, i cili normalisht e mendoi për Albin Krasniqin.
Situatë e rrezikshme Krasniqi. Golditja nga Bytyshi dhe intervenimi nga Marian Çorić. Dhe ja goditja e Ramiz Bytyshit. E kishte prek topin aty. Kupton këto në mes fushëtarët e llapit. Krasniqi. Pasimi në krahun e majt atje Gallapeli. Gallapeli, situatë e rrezikshme Bytyshi. Dhe çka ka humbur këtu Ramiz Bytyshi. Çfarë mundësie në minutën e 77 për Ramiz Bytyshin që të mbyll këtë ndeshje. Edhe njerë, super pasim nga Gallapeli. Do shta i destinuar ishte për Kryeziun. Kryeziu. Pasimi aty për Gallapeli në Ritishi. Të pasoje për Baksa edhe nuk përmundoj topi aty ku duhet. Pasimi mirë është kë. Kryeziu. Kryeziu. Shilova gjithja. Goditja më pas nga Saliu dhe intervenon në Çorić. Elnjer Shilova. Pasoj mjaft mirë këtu, reagimi njëri për mbrojtësve të llapit më pas goditja nga Getrit Saliu, por e dalë. Gjithja Kryeziu. Dhe mbyllet Prishtina është fituese e kupës. Dhe do të jetë pjesë e kualifikimeve për Europa League, gëzimi madh i trajnerit Koçi dhe gjithë skuadrës Prishtinës, dhe është pra hera e 9 që Prishtina e fiton në historinë e saj.